Le të shikojmë sot një nga problematikat më të përhapura, si mund thuash, edhe në shtresa të ndryshme të popullsisë, fryrja e barkut. Çfarë është fryrja e barkut? Është ndjesia e tensionit e zgjerimit të barkut, e shoqëruar shpesh me gazra, pa reati edhe me dhimbje të lehta. Është një nga shenjat kryesore gastrointestinale, që në përgjithësi sigurisht janë të parrezikshme për jetën, por ndikojnë shumë në cilësinë e jetës. Le të shikojmë kush janë shkaqet kryesore të shkaktimit të fryrjes barkut ose tensionit abdominal. Janë gazrat intestinale, ato që prodhohen në zor, por duke filluar që nga gëlltitja e ajrit. Kjo është kryesisht për personat që han shpejt, personat që përdorin pije të gazuara, kuptohet, dhe ata që përdorin shumë çumçakizin për typjen. Po ashtu janë dhe fermentimi i ushqimeve në zor nga bakteret. Po ashtu ushqimet që shkaktojnë fryrje mund të jenë të ndryshme, kryesisht janë bishtajoret, fasule, thjerza, lakra, brokoli, ushqime shumë të ndryshme dhe shumë të ëmbla, qumshti, sidomos tek personat me intolerancë ndaj laktozës, mund të shkaktojnë fryrje. Kapslliku, lëvizja e ngadaltë e zorrës ose jashtëqitja rrallë për personat që nuk dalin rregullisht, e kemi folur një tjetër për kapslikun. Duhet të edukojmë veten që çdo ditë të shkojmë në banjë në mëngjes kur ngrihemi, le të rrim dhe pak kohë më shumë, por duhet që zorra të edukohet, pa grumbullin feqave dhe i gazrave. Shoqërohet shpesh me një ndjesi të forcimit të barkut kapsliku. Po ashtu janë intolerancat ushqimore, siç e tham pak më lart tek qumshi, laktoza, fruktoza, gluteni, sidomos tek personat me sëmundjen e celiakisë. Çrregullime funksionale, sindroma e zorrës së irrituar, stresi dhe ankthi. Zorra është shumë e ndjeshme ndaj stresit dhe ankthit. E thuhet shpesh që është qendra e dytë nervore, si mund thuash që merr dhe përcjell shumë më shpejt gjithë stimujt që ne marrim në përgjithësi dhe nga organet e tjera. Mund të jenë dhe shkaqe hormonale, sidomos para ciklit menstrual dhe shtatzanit e ershme. Si duhet veprojmë? Çfarë këshillash mund të ndjekim? Për sa i përket ushqimit, ne mund të ndjekim disa këshilla që të ham ngadalë në porcione të vogla, të kufizojmë pijet e gazuara, të reduktojmë ushqimet që na shkaktojnë fryrje, dhe atë mund ta bëjmë duke i provuar një nga një për t'i përjashtuar ato. Pra, e provon kush t'i jep ndjesinë e fryrjes, duke mos e përdorur më shef dhe ushqimet e tjera. Dhe sigurisht duke reduktuar ato. Rritni gradualisht fibrat, jo me njëherë, dhe përpjerja e ujit është kryesore për zorrën. 1,52 litra në ditë është më së domosdoshme që ne ti përdorim ato. E kemi thënë edhe herë tjetër të punë e ujit që mbi 60% në moshat e treta, imagjinoni moshat e tjera, është ujë. Organizmi jon është ujë. Për atë që thash pak më lart për fibrat, ushqimet të pasur me fibra që ndihmojnë tretjen janë fibra të tretshme, pra më të buta për zorrën, më pak fryrje, shkaktojnë të shëra, molla e qëruar, dardha, bananet e pjekura, ato jeshile, karrotat zjera, farat e lirit, thjerzat gatuara mirë. Ndihmojnë kapslikun dhe stabilizojnë florën intestinale. Fibrat patretshme stimulojnë lëvizjen e zorrës, sidomos në personat që kanë më shumë problemin e stipsit dhe të kapslikut, por mund të shkaktojnë fryrje nëse merren me shumicë. Dhe këto mund të jenë bukë integrale, orizi kafe, sidomos, krunde e gruri, lakër, brokoli, lule lakër, spinaq. I shtoni këto gradualisht, por sigurisht edhe me pirjen e ujit, sepse janë fibra që duhet të ndihmojnë tretjen, mostithjen në teprisë të ushqimeve se fibra atë rol ka. Po ashtu ka dhe fruta që mund të fryjnë pak barkun, banane, kiwi, papaja, boronica, portokalli. Fruta që shkaktojnë fryrje mund të jetë molla e kuqe, kur nuk qërohet, dardha, qershia, shalqini dhe rrushi. Perimet që tolerojnë mirë janë karrota, kungulli, patate, patlıcan, kastravec, domate, edhe kastraveci i qëruar. Ushqime që shpesh shkaktojnë gazra janë fasulet, qiqrat, lakra, e papërpunuar, qep të freskëta, pije të gazuara sidomos, dhe zgjerrja e gjatë e këtyre ushqimeve dhe ndrimi i ujit mund të ndikojë në mosfryrjen e barkut.
Sa fibra duhet marrim në ditë? Rreth 25-30 fibra çdo ditë. Fillohet jo me njëherë, po me sasi të vogla, brenda një jave deri në 10 ditë për të arritur atë gramaturë që thamë pak më lartë. Por, në qoftë se merrni fibra dhe fillojnë t'ju shkaktojnë probleme në fryrën e barkut, mos i ndërprisni me njëherë ato, sepse është më keq, gradualisht, sepse zora ka nevojë për kohën e vet për t'u përshtatur përsëri me llojin e ushqimit që ne i fusim. Është e këshillueshme, nëse është e mundur, kuptohet si gjithmonë, që mbas vakteve të bëjmë një ecje 15 deri në 30 minuta, sepse ndikon shumë në peristaltikën e zorës, në lëvizshmërinë e zorës, pra në përcjelljen dhe zbrazjen e zorës. Kjo është shumë e rëndësishme. Po ashtu, stresi nëpërmjet teknikave të frymarrjes, gjumi i rregull, menaxhimi i ankthit ndihmon drejt për drejt zorën. Kjo është e vërtetuar në të gjitha studimet që janë bërë deri më sot. Po trajtim medikamentoz kur mund të përdorim, që vjen vetëm me këshill mjeku, kuptohemi, probiotik për balancimin e florës intestinale, laksativ të butë, antispastik. Kur fryrja është një shenjë alarmi, kur duhet i drejtohemi me njëherë urgjencës apo mjekut ton për të marrë një këshill më tej, kur kërkoni vlerësim mjekësor urgjent nëse fryrja e barkut shoqërohet me dhimbje të forta barku, me të vjellat përsëritura, temperaturë, humbje peshe pa shkak, që nuk ka ndonjë shkak, gjak në feqe dhe fryrje e papritur dhe progresive, sepse ato janë indikator të patologjive, pastaj nuk është më fiziologjia. Fryrja e barkut zakonisht lidhet me stilin e jetës dhe me ushqimin, por trupi flet dhe nëse trupi flet, ne duhet të shikojmë çfarë ka që nuk shkon, sepse trupi duhet dëgjuar. Kujdesuni për zorën sot që të shmangni problemet nesër. Shihemi në episodin e radhës.